Mirë mbrëma, mirë se po takohemi me emisionin Zoom. Lexoj prognozën meteorologjike, borshi diell dhe të rreshura politike. Krejt çka di dhe çka është me rëndësi, sot ti nuk je këtu, sot shkove ti. Ky është një fragment nga kënga Shfletoj gazetën e grupit Minatori. Duket sikur është shkruar sot për politikën shqiptare. Sot dikush nuk është më pjesë e një grupimi politik, sot dikush është ndarë nga koalicioni. Në fakt, këto vargje përkojnë në mënyrë metaforike me ndryshimet e papritura të politikës shqiptare të Maqedonisë. Alianca për shqiptarët e Arben Taravarit pas vendimit të tij për të shkuar me lista të veçanta në zgjedhje lokale, ka çuar në një seri pasojash. Subjektet e tjera të koalicionit Vlen kanë konstatuar, siç thonë ata, vetë përjashtimin e Taravarit dhe ASH-s dhe tani ky koalicion do të shndrohet në një parti politike sipas të gjitha gjasave pa Taravarin. Sonte në Zoom do të diskutojmë këtë zhvillim për të kuptuar arsyet e vendimit të ASH-s, pasojat që ai mund të ketë për politikën shqiptare në Maqedoni dhe për hapat e ardhshme të këtij subjekti. I ftuar në studio është Blerant Ramadani, sekretari i përgjithshëm i Aleancës për shqiptarët. Zoti Ramadani, përshëndetje dhe mirëseardhjet në Zoom. Përshëndetje Ersan, faleminderit për ftesën, kënaqësi gjithmonë të jem pjesë e emisionit tuaj. Kënaqësia është gjithashtu e jona. Gjithashtu në studio kemi edhe analistin Bekim Adili për të ofruar një analizë më të thellë mbi këtë situatë. Zoti Adili, përshëndetje dhe mirë se jeni sonte me mua së bashku këtu për të hedhur një vështrim mbi këto zhvillime që na kanë paraprirë gjatë ditëve të fundit. Ju falenderoj për ftesën, shpresoj që do japim kontributin tonë për një bisedë e cila uroj shpresoj të jetë e një qasje më serioze dhe aspektit të një dialogu qytetar. Shpresojmë gjithashtu. Atëherë, zoti Ramadani, si fillim mund të na shpjegoni më tepër për vendimin e Aleancës për shqiptarët për të shkuar me lista të veçanta në zgjedhjet lokale. Kjo ngriti shumë pluhur. Çfarë ka ndodhur pas këtij vendimi dhe si është pritur nga brenda, nga Aleanca për shqiptarët? Po, Ersan, Vlen theksohet edhe për opinionin e gjerë se ky ishte një nga vendimet e cila u mor në kryesi të partisë në tetorin e vitit kaluar. Dhe me vota unanime, Kryesia e Aleancës për shqiptarët votoi për iniciativën që ne si subjekt politik të garojmë me lista të veçanta. Mirë po, kjo u pasi një nga arsyet për të ndodhur ajo situatë e cila ndodhi brenda koalicionit Vlen. Ajo që dua të them është që është një vendim i bazuar në shumicën apo unanimisht të votuar në kryesi të partisë, pasi që në këtë formë ne besojmë se rritet ajo konkurenca brenda partijake, po edhe konkurenca brenda koalicionit. Në moment që ti ofron listat veçanta dhe propozon kandidatët më të mirë dhe më të përgatitur të mundshëm, të cilat do të garojnë në listën e këshilltarëve, ajo detyrimisht do të dërgojë një iniciativë, po edhe partnerëve të koalicionit të garojnë me profilet më të mira, po edhe partive, subjekteve politike tjera shqiptare dhe në këtë formë unë besoj që do të ishte me kontribut të jashtëzakonshëm edhe për komunat shqiptare, pasi që çdo aprovim, çdo iniciativë, çdo kërkesë buron edhe vetëm nga këshilltarët e kësaj komune, pasi që për mendimin ton zgjedhjet komunale dallojnë nga zgjedhjet lokale dhe ky ishte një moment dhe një parim i cili besuam dhe besojmë se duhet të implementohet. Po përmendet që kjo iniciativë ka rënjët që nga tetori i vitit të kaluar, po pse po është reaktualizuar tash, sidomos pas diskutimeve mbi atë se Taravari ka komunikim me BDI-n dhe pas gjithë atyre diskutimeve që lindën brenda koalicionit Vlen? Realisht bisedat për ndarjet e komunave dhe mënyra se si ne do të garojmë në zgjedhjet lokale filluan këtë muajin e kaluar dhe pikërisht këtu lindën edhe divergjencat tona brenda subjekteve të koalicionit Vlen. Pyetja është, a e keni informuar partnerët e koalicionit kur e keni marrë vendimin tetor të vitit kaluar dhe si ishte feedbacku i tyre? Brenda koalicionit Vlen kanë funksionuar 3 grupe, një ndër to edhe grupi politik i përbërë nga liderët, dhe sigurisht që e kam pasur informacionin për qëndrimin dhe vendimin tonë. Në mbledhjen e fundit kryesisë,
e cilën e realizuam në formë më zgjeruar, ku deshëm të dëgjojmë edhe mendimin e kryetarëve të degëve, pasi për ne ato janë shumë të rëndësishëm në mirëmbajtjen dhe në qasjen ndaj strukturave tona. Ne vetëm e konfirmuam vendimin e tetorit. Thonë ai vendimi ishte i ditur edhe për koalicionin. Ky ishte një nga postulatet që ne deshëm të instalojmë brenda koalicionit, pasi që në këtë frymë besojmë që rritet konkurenca dhe njerëzit më të përgatitur vinë në shprehje. Po thuhet që ka paknatësi brenda aleancës për shqiptarët pas këtij vendimi. Sa janë të vërteta këto zëra? Por në qoftë se përcjellni, pasi që gjithë mediat ishin prezent pas mbajtjes së mbledhjes me kryesinë e zgjeruar, vendimi ishte unanim. Besoni, edhe kryesisë edhe kryetarëve degëve që të garohet me lista të veçanta. Pasi që ne besojmë se si subjekt politik shqiptar kemi një shtrirje në nivel republikan. Dhe duam garën, duam t'i ofrojmë mundësi resurseve tona humane intelektuale që t'jemi pjesë e garës, dhe ne besojmë që kjo është vlerë e shtuar në politikbërjen, sidomos në zgjedhjet lokale. Zotja Dili, si keni parë ju gjithë këto zhvillime brenda aleancës për shqiptarët të Arben Taravarit? Realisht unë jam munduar t'i lexoj në disa plane. Do ta filloj nga këtu ku e la Bleranti, nga arsyeja e listave të ndarës në zgjedhjet lokale. Një argument i cili për mendimin tim qëndron në dy aspekte. Qëndron edhe duke ju kriju hapësirë, ashtu si që tha Bleranti, resurseve të reja, që shumë pak vinë në shprehje kuadrot e reja, por ajo çfarë unë mendoj, se prapa këtij vendimi ka edhe një qëndrim politik, i cili realisht është i arsyeshëm në momentin në cilin ndodhemi. Zgjedhjet parlamentare janë të një niveli tjetër organizativ. Nuk ke mundësi, domethënë, që të dalish me lista të ndara. Aleanca për shqiptarët e krahut të zotit Arben Taravari në këtë rast mendoj se duke thënë atë që pak më përpara e tha edhe Bleranti, duke menduar se ka një shtrirje në aspekt geografik në të gjithë territorin tonë, dhe duke menduar se janë subjekti brenda vlenit me vota me shumicë, mendoj se kanë patur për qëllim qoftë edhe për ta patur si një lloj barometri në mes këtyre partive në koalicionin vlen, për të parë realisht, domethënë, se kush sa peshon në fund me listat e ndara. Dhe në bazë të këtij rezultati, i cili do të përcaktonte se cila parti ka peshën më të madhe, do të ishte edhe lideri i arshëm, ndoshta ose bisedat në strukturimin e një subjekti ashtu si që priteshte të ndodhi. Në këtë lloj aspekti, duke bërë domethënë një lloj kalkulimi apo llogarie të interesit politik për të pozicionuar në bazë të meritave, sa peshon në tregun politik, do ta quaja, në elektoratin tënd, se sa realisht domethënë ke mbështetje, mendoj se kjo është e arsyeshme. Përse nuk është pranuar nga pala tjetër, këtë nuk e dim, mund të na thotë diçka më shumë Bleranti, por duke u bazuar në deklaratat e mëhershme të këtij muaji, sidomos pas asaj çfarë ndodhi tragjedisë në Koçan, ku zoti Taravari ishte gati çdo ditë prezent përpara mediave për ngjarjen e cila ndodhi, referonte në pozicionin e ministrit të shëndetësisë mbi situatën, por padyshim kishte edhe pyetje të aspektit politik. Ajo çfarë mua më ka lënë përshtypje, nga dita e parë në mos gaboj apo e nesërmja, përgjigjja e zotit Taravari ka qenë se është koha për të fituar populli dhe jo partitë. Një deklaratë e cila sot është në konstantën e qëndrimit të atij, duke pozicionuar me busullën në kuptim të asaj që ne ecim atje ku e kërkon zëri i popullatës pozicionin tonë. Në kontekst të kësaj e shoh edhe si një deklaratë politike e cila është e bazuar në vetë sondazhet që ka realizuar zoti Arben Taravari apo Aleanca për shqiptarët, të cilën e ka deklaruar me zë, por edhe me urtësinë të cilën e karakterizon zotin Taravari, urtë e butë, duke paralajmëruar se në sondazhet të cilat janë realizuar nuk ka mbështetje vleni në shumicën e popullatës shqiptare, dhe 70% në mos gaboj
rezulton do me thënë që nuk janë të kënaqur me pozitën e Vlenit në kuadër të kësaj qeverie. Diçka tjetër ishte që zoti Taravari po, atëherë kjo nuk kupton që nuk është e kënaqur edhe me do me thënë më lejo të lutem që ta artikuloj deri në fund për ta çuar mendimin tim. Dhe përveç kësaj zoti Taravari ka thënë edhe diçka tjetër se antarësimi apo ndryshimet kushtetuese janë larg me pozicionin që ka aktualisht VMRO. Që në NZ realisht bërë një thirrje, mos them do me thënë ngriti një lloj alarmi, edhe për faktorin ndërkombëtar dhe për faktorin e brendshëm, se ndryshimet kushtetuese apo rruga integrimit në Bashkimin Evropian, qoftë edhe pastaj problematika tjera cilat lidhen me shqiptarët, balancuesja kështu me radh janë larg do me thënë të qenurit të marrjes së vendimeve nga pozicioni që ka VMRO në këtë qeveri. Pra dha dhe sinjalet aspektit politik një lloj shqetësimi paraqiti në këto lloj deklaratash zoti Taravari, nga ku unë i lexoj në aspekt politik ai e dha, si thua atë sinjalin e parë të një hapi largimi të mundshëm. Dhe nëse çfarë dua të them, kemi këtë lloj rezultati nga sondazhet të cilat i paraqet zoti Taravari. Realisht dhe nga deklarata e sotshme, që thotë se ne jemi busulla, do me thënë, zëri i qytetarëve shqiptarë, atje ku e kërkojnë, atëherë, qytetarët shqiptarë dihet se çfarë kërkojnë dhe qytetarët e këtij vendi, përfshirë dhe palën e qytetarëve malituanës. Duan, do me thënë, stabilitet, duan integrim. Ne duam barazin, duam drejtsin, duam se ajo çfarë lexoj edhe në një aspekt tjetër është se me këtë lloj pozicionimi të ri të zotit Taravari, me këtë lloj deklaratash, na le të kuptojmë që ndoshta ka qenë i gabuar hyrja pa një lloj marrëveshje në qeverinë, me cilin do lloj koalicioni qeveritar, aq më shumë do me thënë me këtë pozicion të fuqishëm që ka VMRO-ja. Pra, llogaritet se mund të ketë qenë një koalicion i nxituar, pa një marrëveshje konkrete, pa të detajuar edhe pa një lloj transparencë me publiku se kush ishte marrëveshja e këtij koalicioni, dhe tjetra është, do me thënë, realisht mund të lexojmë edhe faktin se po nuk pate vullnetin shumicë popullatës dhe i kontestuar nëse je nga bloku tjetër shqiptar, është e vështirë, do me thënë, që të qeverisish edhe për të realizuar synimet të cilat ke. Për faktin se brenda këtij koalicioni kishim vetëm premtime të cilat lidheshin me ndryshimet kushtetuese, me ligjin e balancuesit, me avancimin e gjuhës shqipe, me problematikat të tjera dhe që ishin edhe të afatizuara në një farë mënyrë 6 deri 9 muaj, mos ta them, ndërkohë që vim në një vit. Atëherë në këtë pozicion, çfarë dua të them dhe mbylla për analizën e parë, është për mendimin tim që aktualisht në këtë situatë, me këto lloj deklaratash të bazuara në analizën e vetë Aleancës për shqiptarët të krahut zotit Taravari, është më mirë që të largohen, të vetë largohen nga qeveria, se sa të qëndrojnë për t'i larguar të nesërmet të tjerët. Mendoj se do të ishte më korrekte, më dinjitoze dhe do të ngrejnë fundja, do me thënë, dhe një lloj kauze, ose do të ngrejnë një alarm në kuptim të asaj që tregon një lloj përgjegjëshmërie duke u vendos mbi bazën e parimeve të këtij largimi dhe jo mbi bazën e interesave të politikës ditore. Kjo është ajo çfarë unë mendoj se duan qytetarët shqiptarë, duan një lloj uniteti, duan politika serioze, duan një qasje më të dinjitetshme. Mirë, zoti Adili shtriu bisedën në lidhje me atë a duhet të jetë Aleanca për shqiptarët ende pjesë e qeverisë. Në fakt, bëri shumë në pyetje në këtë analizë të tij. Pyetja e parë që unë tani do ta parashtroj është a ishte e gabuar hyrja e Aleancës për shqiptarët në këtë qeveri me ato kushte që i keni kërkuar gjatë hyrjes në qeveri? Pyetjen dhe elaborimin të nderuarit do ta ndërlidhem edhe me situatën aktuale brenda Vlenit. Ne publikisht e kemi thonë që qëndrojmë pas dhe betejë jonë për ta formuar koalicionin Vlen ishte për parime, pasi që e pam të shëndetshme të ndodhë një rotacion politik pas 22 vite. Kjo ishte e shëndetshme edhe për votuesin shqiptar, po edhe për partinë e cila ishte në pushtet. Rrethanat në të cilët gjendemi, periudha në të cilët vepruam ne si pjesë e qeverisë, ndonjëherë referohet edhe numrave të cilët janë prezent në parlament dhe numrave
të cilat e përbëjnë qeverinë. Së fundmi, do të thonë, politika është numra dhe ka shik këtyre numrave determinohet edhe fuqia e partnerit të koalicionit ose faktorit politik shqiptar. Edhe diçka dua të përmend, është ndoshta hera e parë në këto 2 dekadat e fundit, ku nga pjesëmarrja në qeveri, një zyrtar i lartë i qeverisë paraqet një realitet brenda koalicionit qeveritar, po qoftë ajo edhe vetë kritik. Kjo është vlerë në vete e cila besoj që është mirë të instalohet edhe në të ardhmen. A jemi ta quaj pishman se ishim pjesë e qeverisë, unë mendoj që as pak, pasi që edhe kjo qeveri me këto rrethana, në këtë konstelacion që është, ishim. Që ishim pjesë e qeverisë. Për periudhën 9 vjeçare, se jemi ende pjesë e qeverisë. Pasi që kishte projekte konkrete, realisht, u vu në test edhe profesionalizmi i vetë kryetarit tonë, ministrit, me fatkeqësinë që ndodhi në Koçani. Dhe kjo jep një kakje se sa është e rëndësishme për një pozicion, përveç ngjyrave partijake, t'ja bashkangjeshtësh edhe profesionalizmin. Kjo shpëtoi jetë, nëse i krahasojmë me rrethana tjera të ngjarjeve të ngjashme që kanë ndodhur në shtetet evropiane. Dhe për këtë ne jemi krenar. Nga ana tjetër, kjo qeveri ka kontribuar edhe që të rritet decentralizim me projekte konkrete nëpër komuna. Do thonë, nuk ka qenë gjithçka bardhëzi, po nga ana tjetër dua të vë një realitet i cili ishte mediave të kaluara, ku vetë kryetari jonë si ministër shpreh një kritik apo vetë kritik që është hera e parë që ndodh realisht, dhe kjo është për të përshëndetur. Qasja jonë politike dhe parimet të cilat ne duam të instalojmë korespondojnë edhe me realitetin tani brenda Vlenit. Ne deshëm të rritim transparencën. Nuk ishte puna vetëm e listave të veçanta, ishte puna edhe për përcaktimin e kandidatëve për zgjedhje komunale. Ne propozuam metodën e sondazheve, ashtu që t'i japim mundësi votuesit për krahësit tonë, po edhe qytetarit, që ta voton atë të cilën ai e dëshiron. Është një parim dhe një rregull e re brenda koalicionit që të ndodh një sondazh duke konkuruar 2 apo 3 figura për një komunë të caktuar. Do thonë, qasja dhe praktikat të cilat ne duam të instalojmë si pjesë e qeverisë, po edhe si konkurrent në zgjedhjet lokale, janë këto. Duke rritur transparencën, duke mundësuar konkurrencën, po edhe duke qenë vetë kritik në momentin kur ajo është e nevojshme. Zotja Dili, përmendi vetë largimin nga qeveria, para se të largojnë, në fakt, sot kemi pasur shumë lajme në opinion publik, ku thuhet që kryeministri Mickoski pritet që gjatë fundjavës ose gjatë ditëve të ardhshme t'i takoj krerët e koalicionit Vlen dhe në këtë mënyrë ta diskutoj edhe largimin e ASH-s Arben Taravarit nga koalicioni qeveritar. Keni komunikim me kryeministrin Mickoski dhe cili është qëndrimi juaj në lidhje me analizën e zotit Adili që tha më mirë të vetë largoheni para se t'u largojnë? Interesant këto termat, se njerë ishte aktual termi vetë përjashtimit. Du ta elaboroj edhe këtë pjesë, pasi që nuk është e logjikshme realisht të vetë përjashtohesh për një proces që ke sakrifiku gjithçka. Sakrifikum edhe pozicionet, sakrifikum mundin, resurset, sakrifikum karierat tona për ta mundësu koalicionin Vlen, edhe të vetë përjashtohesh në një mbledhje ku nuk je prezent dhe nuk je i ftuar. Në këtë rast edhe vetë largimin. Unë nuk do ta kisha quajtur vetë largim, pasi që edhe në esencën tonë politike, si e djathtë qendrore, ne jemi parti dhe kuadro të cilët e pranojmë sfidat, dhe në këtë rast nuk e pranojmë vetë largimin, po në qoftë se ata na largojnë, e pranojmë realitetin, pasi që këtë kemi pranuar edhe vjetë. Nuk mund ta quajmë në rënd të parë vetë përjashtim, pasi që ne atëherë qenë kemi edhe vetë votuar, vetë sakrifikuar, është një terminologji e cila don ta shtrembëron realitetin që ndodhi brenda koalicionit Vlen. E vërteta është se Aleanca është përjashtuar, është distancuar nga partitë brenda koalicionit Vlen.
këtë mund të vreni edhe me fakte konkrete. Pikërisht, me njerë pas paraqitjes së vendimit tonë, se ne do të dalim me listat veçanta, e pa të reagimin, sinkronizimin, koordinimin e partive të koalicionit Vlen. Dhe ne i kishim dyshimet edhe qysh më herët se ata funksionojnë të sinkronizuar karshi aleancës për shqiptarë. Edhe është një moment shumë i rëndësishëm edhe opinionit ta din. Përgjatë këtyre gjithë ngjarjeve, a e keni vërejtur në ndonjë moment një eksponent i aleancës për shqiptarët të reagon, të ofendon, të kritikon ish partnerët e koalicionit. Për kundrazi, ata volën vrerë dhe nuk kursyen asë një ofendim ndaj neve. Po kjo është gjua politike e cila na karakterizon që nga kryetari deri te kryesia. Një ndërhyrje, nëse mund, do me thënë, ta zhvillon si një lloj bashkëbisedimi. Sigurisht. Atë pse unë mendoj se duhet të largohet aleanca për shqiptarët është se tham pak më përpara mbi parimet të cilat të qëndron në politikë. Dhe ju e thatë shumë mirë, do me thënë që është ndoshta rasti i parë ndër rastet e rralla që ka, do me thënë, një vetë kritik dhe që është transparent me publikun për pozicionin që ka. Përderisa e pranom, do me thënë, këtë lloj situate, e cila nuk është në favorin e qytetarëve, dhe themi se ne kemi busullën tonë, do me thënë, dhe orientohemi drejt zërit të qytetarëve. Zëri i qytetarëve mendoj se kërkon diçka tjetër në këtë rast. Dhe prandaj mendoj se braktisja e qeverisë, duke artikulu pozicionin e dobët, e ritheksoj, bazu dhe në sondazhet e juaja. Mendoj se mund të fitonte më shumë besueshmëri, më shumë simpati dhe mendoj se do të ishte më e dinjitetshme. Pavarësisht arsyeve të cilat ju thatë se nuk qëndron politik vetëm vetë largimi, por edhe pjesa tjetër si që ndodhi në rastin konkret me Vlenin, ku ritheksuat, ripotencuat një lloj deklarate, të thënë edhe nga zoti Taravari, se unë kam qenë përballë treshes, kanë qenë, domethënë, vendime 3-1, nuk kanë qenë të koordinuar, nuk është mbi votuar aleanca apo zoti Taravari në atë këshillin politik që keni patur dhe kështu me radhë. Ajo çfarë ngrihet, domethënë, si thua, si një pyetje në bazë të rrjedhës logjike, është mos ndoshta është edhe një deklarat pendese në rënd, për fakti se ishte po këto arsye të mos besueshmërisë që kishte Zjadin Sela ndaj 3 subjekteve të cilat kanë ngel në Vlenin e sotëm, dhe kjo ishte edhe arsyeja e ndarjes në mes jush në atë kohë. Tani rezulton se Zjadin Sela ndoshta ka patur të drejtë, bazu në deklaratat që keni dhënë ju, që po jepni ju dhe që janë publike edhe nga zoti Taravari, se ka qenë një lloj hilje në ndërtimin e politikave brenda koalicionit Vlen, dhe nuk kanë qenë transparent, nuk kanë qenë bashkëpunues sa duhet, dhe kjo ndoshta ka qenë edhe një arsye tjetër që ju ka çuar, domethënë, drejt një shkëputje. Në kontekst të kësaj mund ta quam edhe si një largim pendese në kuptim të situatave, të thash pak më përpara, domethënë që ishte edhe një lloj ndarje një vit përpara me Zjadin Selën, se kështu rezulton në një farë mase, për faktin se janë deklaratat dhëna nga ju. Unë përsëri do të lidhem me atë situatën e cila ishte para një viti. Nuk ishte e lehtë për neve, të lësh pozicionin prej një qeveri, të shkosh në opozit, ta mundësosh formimin e koalicionit Vlen, mirë po ishte punë parimesh. Dhe besoj se kjo ishte ajo fryma e cila e solli 107.000 vota shqiptare. Dhe besoj që gjithë pajtoheni se ishte e shëndetshme për spektrin politik shqiptar. Pastaj, në kuadër të rrethanave, sigurisht që partitë politike duhet të përshtaten rrethanave të cilat të imponohen, se ne thirremi se i mbrojmë interesat e shqiptarëve, atë që e tha edhe kryetari sot nëpërmjet postitimit. Thonë, busull tonë politike e kemi vullnetin e popullit. Vullneti i popullit aso kohë ishte për ta sjellë një ndryshim. Vullneti i ditëve sotme ka ndryshuar. Edhe me këtë duhet të lidhem, por desha ta bëj një komparacion me atë që e përmendet se a jemi të penduar apo jo. Për këtë fakt
që mundësuam një tranzicion që ishte e shëndetshme për skenën politike, mendoj që mirë vepruam. Tani, në bazë të vendimeve të cilat ne duam t'i marrim si aleancë, por a ndjeni vetëm të tradhtuar, nëse mund ta them në thojza, nga këto lëvizjet e fundit, nga partitë e koalicionit Vlen, nga ato 3 parti, kur 3-1 ka qenë, si thua, raporti mbi votimit, i vendimarrjes, i përcaktimit të politikave, ndjeni domethënë një lloj, ta them, hilje apo tradhtie, nuk e di si ta emëroj ndryshe. Ne fillimisht e kemi quajtur edhe normale, pasi që ato u bën bashkë para neve, mirë po kemi pritur që ta vlerësojnë atë sakrificën të cilën e kemi bërë dhe e kemi vendu në dispozicion të shtrirjen tonë të antarësisë për ta mundësu koalicionin Vlen. Ne jemi të mërzitur, të shqetësuar, po edhe të zhgënjyer, ku pas gjithë kësaj sakrifice, nuk thënë vetëm ne, po edhe partit tjera, mungon pjesa e mirënjohjes. Por çështja e vendimmarrjes në këtë konstelacion politik, besoni që për neve është shumë e rëndësishme, pasi që veç më e kemi bërë praktik në bazë mujore, më spaku, të takojmë kryesin dhe në bazë 2 mujore kryesin e zgjeruar bashkë me kryetarët e degëve, se kemi mbledhje veçmas me kryetarët e degëve, dhe në bazë të analizave dhe situatave dhe rrethanave që na imponohen, ne përsëri do të dalim me një vendim ku shumica dëgjohet zëri i shumicës dhe përfaqësues brenda strukturave. Keni fjalën që do zbritni në bazë për të konsultuar, për të marrë mendime dhe për të realizuar një takim me strukturat. Më fal, Ersan, nëse më lejohet. Kisha vetëm një pyetje, sa jemi këtu te Vleni, se është kapitulli mbyllur Vleni për Aleancën për shqiptarët dhe për Arben Taravaren apo jo? Pasi që po shohim në opinion që veç më kemi sinjalet e para të një shkrirje të mundshme të Vlenit në një parti politike dhe duket se ky proces do të jetë shumë më i shpejt nga ajo që e kemi menduar. Unë mendoj për rrethanat dhe të ardhmen e politikës shqiptare në vend, nuk duhet të mbyllen derë me asnjë subjekt politik shqiptar, i cili pretendon që punon për interesat shqiptare. Në këtë rast ne edhe publikisht e themi, meqense ka ardhur situata deri në këtë nivel, ne përsëri po dalim nga inatet personale dhe po e përshëndesim shkrirjen e tyre një subjekt politik. Dhe ne përsëri mund të diskutojmë, mirë po në bazë të diskutimit të logjikës dhe parimeve. Do thonë, është e rëndësishme që spektri politik shqiptar të konsolidohet dhe të lihen ura komunikimi me çdo subjekt politik shqiptar. Ne garojmë në zgjedhje lokale, mirë po mos harroni kemi komuna ku duhet përkrahja e gjithë strukturave dhe çdo subjekti politik shqiptar. Në komuna që rrezikohen të humben nga bashkombësit, nga bashkëtarët. Në këtë rast, më thonë, nuk mund të themi jo bashkëpunimit të asnjë formati politik. Mirë po, përsëri ne qëndrojmë në ato parime të cilet i kemi përmendur. Qëndrimet janë të qarta. Kjo pjesë e koalicionit të Vlen, që ka ngel ato 3 parti, se nuk mund ta quajmë parti vetvendosje, nuk është e strukturuar, ka një përfaqësim aty, e ka bërë të qartë se do të krijojë një subjekt në vete pa Aleancën për shqiptarët. Dhe për gjuhën e nivelit të ulët, që si thua përfaqëson edhe që realisht identifikohet politika jone, kemi njojtur dhe kjo na ka lodhur dhe absolutisht nuk të nderon një gjuhë përbaljes. Në kontekst të kësaj pajtohem që në strukturat tuaja përfshi dhe liderin ka patur një maturi në kontekst të kësaj, që ka lënë shtigje bashkëpunimi. Por në këtë rast juve llogariteni si një subjekt të cilët devijuat, që keni ndërtuar aleanca të fshehta me BDI-n, dhe një nga akuzat e sotshme dhe ditëve të më përparshme është pikërisht kjo, se jo parimor ndaj pjesës tjetër të koalicionit Vlen dhe keni ndërtuar një lloj bashkëpunimi të fshehtë, nëse mund ta quajmë. Sido që të jetë kjo lloj situate, pajtohem që shoqërisë shqiptare i duhet strukturim i subjekteve serioze dhe jo më shumë se 2 bloqe mundësisht. Për fat keq kemi
parti gati në çdo qytet dhe kjo nuk na nderon as në organizim dhe as nuk na ndihmon në perspektivë. Në kontekst të këtij bashkëpunimi, sepse ju aktualisht po sakrifikoni shumë veten nëse realisht nuk keni një marrëveshje paraprake, qoftë me BDI-n apo me subjekte tjera. Jeni një subjekt i cili në gjykate humbët të drejtën e vulës dhe të nesërmen detyrimisht që të dalish në zgjedhje të duhet aspekti legjitim i subjektit. O duhet të krijoni subjekt tjetër, ose duhet t'i bashkangjiteni dikujt. Sa realisht mund të bashkohet aleanca? Për mua do të ishte një nisëm edhe në qoftë se do të ketë një finalizim të suksesshëm, padyshim do të ishte një nga lajmet më të mira, sepse ne kemi nevojë për unifikim subjektesh, kemi nevojë për zërin opozitar dhe kështu me radhë. Por sa është e mundur realisht? A keni bisedime? A ekzistojnë kanale të kësaj natyre? Dhe a mendoni se mund bëni pjesë e frontit ose një bashkimi tjetër nga partia AM, nga ku dolët? Këtë situatën të cilën e elaboruat vetëm desha të ndërhyjë në çështjen e vulave, pasi që vendimi është ende në gjykatën e apelit dhe vula dhe regjistri janë në anën tonë. Mirë po ne publikisht e kemi thënë që partinë nuk e bëjnë as vulat, as selia, po e bën antarësia, që fatmirësisht e kemi dhe e kemi dëshmuar. Në kontekst të bashkëpunimit të aleancës në përgjithësi, siç ishte para një vitish, në qoftë se i ndjekni edhe deklarimet e eksponentëve tanë, do të thonë, është lënë një derë, një formë komunikimi, pasi që ndarja dhe përballimi jon ishte para një vitish. Ishin 7 vite bashkëpunim dhe 1 vit hidhrim. Më shumë kemi arsye për të diskutuar sesa për të grindur. Në qoftë se kjo vlerësohet se e faktorizon votuesin dhe interesin shqiptar, sigurisht që do të analizohet në strukturat partijake dhe në kryesi. Unë sot përshëndes çdo eksponent të palës tjetër dhe kemi kanale komunikimi si koleg, pasi që mendoj se kjo është kultura politike të cilën ne duhet ta kultivojmë dhe ta trashëgojmë tek gjeneratat që do të vijnë pas. Sa është realisht e mundur një bashkim i aleancës për shqiptarët? Duke u nisur edhe në deklaratat e fundit të zotit Selas, zotërit Zjadin Sela, i cili tha se fillimisht zoti Taravari duhet kërkoj falje dhe pastaj bisedojmë për një bashkim eventual. Nuk është çështja të bashkimi i emrave. Në qoftë se ka arsye për bashkim konceptesh dhe parimesh, normal që kjo duhet realizohet. Nuk është puna të demonstrojmë deklarata individuale dhe emocionale, po është puna të ofrojmë zgjidhje për të përfaqësuar interesin e votuesit, subjektit tonë, po edhe gjithë qytetarëve në vend. Kështu që kur është betejë për koncepte dhe për parim, unë mendoj që gjendet gjuha e përbashkët. Në qoftë se kthejmë atë në individuale dhe emocionale, atëherë problematizohet çështja e bashkimit. Se realisht bashkimi i kontribon çdo iniciative për të përfaqësuar votuesin shqiptar. Mirë po, kur ajo e ka një strukturë të shëndosh dhe bazament për bashkim. Në këtë rast, ribashkim. Ajo çfarë mua do më pëlqente në këtë rast tek aleanca për shqiptarët e krau juaj, përderisa deri dje keni qenë bashkë me partitë e Vlenit. Njëkohësisht keni raporte edhe me BDI-n, edhe me partinë të cilën u ndat një vit përpara. Një playmaker në kuptimin e një lojtari i cili mund të parafrojë palët. Sepse nëse po prapë i kthehemi, domethënë, çështjes reale, thelbit të problematikës, i cili është ballafaqimi i problemeve me të cilat tangon zhvillimin e përgjithshëm, politika e ndarë në shumë kampe, ku edhe kështu shumë e fuqishme vëmëro, padyshim domethënë që ka më shumë hapësirë për manovrime që të uli edhe më shumë pozicionimin e shqiptarëve. Prandaj do të rikthehem po prapa asaj teze. Nuk do të ishte më e favorshme për zërin qytetar, bazuar dhe në sondazhet të cilat juve i keni dhe
kanë qenë shqetësuese, shumë mirë që i bëni transparente. Që të largohet aleanca nga qeveria në kuptim të asaj për të bërë domethënë një thirrje për unifikim qëndrimesh. Nuk do të thotë domethënë që të bëhet unifikimi në blok i subjekteve politike shqiptare. Por që realisht shqiptarët kanë nevojë për të unifikuar disa qëndrime, mbi të cilat të reflektohen nga gabimet e të kaluarës të 20 viteve, të cilat mbarten sot. Që mos t'i përmendim i dim problemi i gjuhës, simbolit e balancuesit e kështu me radhë. Por edhe të legitimiteti që është shumë i rëndësishëm dhe një sër problematikash tjera, por qoftë dhe me integrimin e vendit drejt Bashkimit Evropian, që mos ngele me vrima e zezë brenda këtij hartë së vogël të rajonit tonë. Nuk do t'ishte më arsyeshme një artikulim i qëndrimeve i kësaj natyre, qoftë edhe përballë strukturave tuaja, por edhe opinionit, që të jemi më serioz dhe që të udhëhiqemi nga parime dhe jo nga inate, për të cilat folëm pak më përpara, se mendoj që duhet t'i referohemi asaj thënies që mua më pëlqen dhe përsëris disa herë kur ishte në pozicionimet më të vështira. Churchill, ish kryeministri anglez i cili ishte arkitekti i fitores luftës së dytë botërore, por tha politikanët burr shtetas bëhen kur mendojnë për të ardhmen e popullit dhe jo për të ardhmen e zgjedhjeve. A mund të mendohet realisht për të ardhmen e popullit duke u tërheq nga këto pozicionime, duke u tërheq edhe nga qeveria dhe t'i shërbehet të ardhmen së popullit, apo do të mendohem për të ardhmen e zgjedhjeve të cilat na presin pas disa muajsh në tetor? Unë mendoj se nëse i referohemi bosullës juaj dhe zërit të qytetarëve, mendoj se kërkojnë këtë lloj unifikimi, kërkojnë politika të qëndrueshme, afatgjata dhe serioze, të cilat do na nderojnë. E kundërta e kësaj, nëse e shikojmë veten nga një distancë gjeografike ose një si qytetar të huaj, shpeshherë them dukemi marrëzia e botës dhe e keqja e vetes në këtë lloj politike të nivelit realisht të ulët, të përplasjeve të pakuptimta që na ndodhin neve dhe as pak që nuk mendojmë për të ardhmen të cilës i referohemi dhe që shumë pak ose as pak krijojmë hapësira. Ju jeni një nga ato protagonistë, ju kam qejk dhe ju shpreh drejt për drejt admirimin tim dhe ne kemi nevojë për përfaqësim të moshës tënde. Kemi nevojë për përfaqësim që hapim rrugë dhe hapësira djemve dhe vajzave apo kuadrove të mirëfillta, të një zëri të ri, të një fryme të re, të një kultivimi të një politike më emancipuese, më qytetare dhe më të dinjitetshme. Ndërkohë që sot flasim për politika të reja, por me portrete të vjetra, kjo nuk është premtuese. Jo rastisht edhe kemi domethënë një dëshpërim të popullatës, në veçantë të rinj të cilët rrugën e vetme të shpëtimit e shikojnë hikjen. Ju mund të jeni dëshmitar vetë, nuk e di se sa të moshës tënde ka hapësirë brenda partisë të cilës i takon apo të koalicionit të djeshëm. Në kuptim të kësaj do të më pëlqente artikulimi i cili duhet të dalin në bazë dhe në opinion nga kjo lëvizje e re. Kjo mendoj se do të ishte në përputhje me sloganin se ne orientohemi drejt bosullës së zërit të popullit dhe qytetarëve. Në këtë konotacion, thjesht nëse më lejohet plusoj. Sigurisht pastaj do diskutojmë edhe në lidhje me çështjet për të cilat janë diskutuar në lidhje me bashkëpunimin me BDI-n, por sigurisht ju hap hapësirë njerëz përgjigjeni kësaj. Unë përsëri do të ndërlidhem në atë që potencova më herët, çështja e vendimmarrjes, se a do të jemi pjesë e qeverisë apo jo, është çështje që ne bazojmë në konsenzus brenda partia, kështu që duhet të diskutohet, pasi që tema më kryesore ishte pjesëmarrja në zgjedhjet lokale. Tani në kuadër të rrethanave politike të cilat neve do të na imponohen, ne sigurisht që do të dalim me qëndrim si Aleancë për Shqiptarët. Po është e rëndësishme të dihet edhe një fakt se historikisht nëse e shihni veprimtarinë tonë, ne nuk kemi pasur problem që t'i lëshojmë pozicionet kur kemi besuar për një kaos. Mirëpo, a është kjo e nevojshme për momentin? Sigurisht që duhet të ndëgjohet zëri i kryesisë dhe protagonistëve kryesorë brenda partijak, pasi që nuk është çështje individuale, po është një vendim i cili mund të jetë përcaktues për fatin politik të në përgjithësi tek shqiptarët. Në pyetja ime ishte nëse ka patur debate apo diskutime të këtilla në strukturat e subjektit juaj përderisa
apo vini direkt nga një mbledhje kryesisë ngushtë? Kjo është ide. Ajo është temë normale. Besoni që edhe në qoftë se jeni në muajin e parë apo dytë qeverisë, pritshmëritë nga struktura dhe antarësia asnjëherë, po nuk janë të mjaftueshme dhe nuk mund të plotësohen gjitha, çdo herë është ai zëri kritik opozitar brenda pozitës. Dhe kjo është e shëndetshme vetë për partinë e cila është pjesëmarrëse në qeveri, kështu që është diskutuar, e sidomos në një konstelacion të numrave që e përmendëm më herët në këtë qeveri dhe të 4 partive brenda koalicionit Vlen. Mirëpo, për gjatë edhe për skaj gjitha këtyre rrethanave, ne kemi qenë konzistent edhe në koalicion, edhe në qëndrime. Pikërisht prap do të kthehemi te ajo. Ne kemi dëshmuar edhe profesionalizëm në funksionet të cilat i kanë marrë, po kemi dëshmuar edhe një lloj vetë kritike ndaj qeverisë të cilën jemi pjesë. Dhe kjo është, mendoj, për mendimin tim, është një gjë për të vlerësuar, pasi që është një politikbërje dhe një parim i ri në politikë. Për çdo situatë dhe rrethan të re, sigurisht që do të ketë vendim partijak dhe do të njoftohet të gjithë opinionet. Zoti Ramadani, si që ndron ai muhabeti i bashkëpunimit me BDI-n, zoti Taravari ka deklaruar se ka pasur vetëm një bisedë telefonike me kreun e integristëve Ali Ahmeti, por zoti Sela në një emision në TV21 tha që ka informata të sakta që Taravari ka takuar Ahmetin 2-3 herë. Edhe pse e përmendët thjesht, pse nuk është çështje irelevante, mendoj pasi që të dy eksponentët kryesor, edhe zotri Taravari, kryetari im, edhe zotri Ahmeti, potencuan që ka pasur vetëm një bisedë telefonike. Tani nuk dua të ndërhy nga deklarata ka pasur takime apo jo, kur të dy protagonistët e dëshmojnë të njëjtën gjë. Ajo që dua të them është ta ndërlidh edhe me atë që diskutuam, ura komunikimi duhet të ketë ndërmjet gjithë partive politike shqiptare. Në veçanti pozit dhe opozit. Pasi që ne jemi shumica e dytë në vend, si shqiptar, edhe për çështje strategjike dhe për mbrojtje të interesave të qytetarëve që thirremi që i përfaqësojmë, është shumë esenciale që të ketë ura komunikimi. Dhe kjo është, mendoj, qasja e re të cilën unë e besoj dhe për këtë fakt ura komunikimi apo po shqyrtoni një koalicion eventual në zgjedhje lokale? Çdo vendim, besoni, do të jetë transparent. Deri tash, do të thonë, nuk është diskutuar asnjë ofertë e cila mund hipotetikisht të kishte ndodhur nga subjekte tjera përveç brenda koalicionit Vlen. Ne i dham një mundësi vetë vlerësimi, vetë shprehje të ish partnerëve të koalicionit. Dhe në suazat asaj, ne morëm një përgjigje që ishte zhgënjyse dhe mërzitshme për neve. Në rrethana të reja politike, përsëri po e them, ne si subjekt politik, nuk ndërprejmë dhe nuk mbyllim nder me asnjë subjekt politik shqiptar. Duam të ruajmë parimin se është esenciale përfaqësimi territorial i shqiptarëve në komuna. Dhe ajo do të mundësohet në qoftë se ne jemi të unifikuar si spektër politik shqiptar. Dhe normal, pas asaj interesi, vjen edhe interesi i subjektit politik. Dhe në këtë rast, në interesin e dytë, për skaj atij interesit gjithë shqiptar, ne do ta shohim ta ruajmë substancën tonë partijake, duke i mundësuar kandidatëve më të mirë dhe lista dhe njerëzve të cilat do të garojnë në lista. Mirëpo, në çdo rrethon të ardhshme politike, një nga vendimet tona është i prem se ne do të jemi me lista të veçanta. Për bashkëpunimin për kryetar komunash, ne përsëri do ta diskutojmë në kryesi. Jo. Unë dua të shtoj diçka duke u ndërlidh me këtë që thotë Bleranti, tani ka të vështirë që të thotë detaje mbi bisedën apo mbi një lloj ndoshta edhe marrëveshje nëse ka patur mes të zotit Taravari dhe zotit Ali Ahmeti. Ajo koha është e cila do t'i sjelli të vërtetat në terrenin politik. Por ajo çfarë nuk më pëlqen dhe dua ta potencoj me zërin e fuqishëm të ndërgjegjes është se përse bëhet lajm kur takohen dy politikanë, dy liderë shqiptar.
Do t'ishte anasjelltas të flas për politika emancipimi, për politika qytetarie, për politika të përgjegjshme dhe njerëzore mbi të gjitha. Nuk është në rregull kur nuk i flasi njëri tjetrit, nuk është në rregull kur e baltosi njëri tjetrin, nuk është në rregull kur nuk gjykon fenomene, por përpiqen që të baltosin personalitetin, figurën e një politikani, të një rivali, nuk konkuron me vlera, por përpiqemi të tregojmë se kush është më i fuqishëm duke përdor zhargonin e ulët të mos them të rrugës. Dhe kjo nuk na nderon as pak, e kundërta, bashkëpunimi është më së nevojshëm, është një akt qytetar. Neve jemi dëshmitar të ditëve të sotme të politikës kaluar, të ngjarjeve të cilat ndodhin edhe në nivel botror. Të nesërmen, brenda javës ka paralajmëruar urom Donald Trump që mund të ketë një lloj paqe në mes Rusisë dhe Ukrainës, pavarësisht se me miliona njerëz janë të vrarë. Po pra, Zelenski me Putinin mund t'i shtrinë dorën dhe do t'i shtrinë një ditë dorën njëri tjetrit. Çfarë dua të them me këtë? Se liderët politik, qoftë për interesat e tyre partijake apo të interesave të qytetarëve kështu me radhë, është krejt normale që të diskutojnë dhe që të takohen njëri me tjetrin. Nuk është mirë që të ketë politika destruktive, të cilat jo që nuk avancojnë, por përkundrazi pengojnë edhe pak ato të arritura të cilat janë larë me gjak. Dhe këtu neve duhet fokusohemi. Ndoshta edhe takimet duhet jenë publike për të bërë transparencë. Po, pa tjetër publike dhe periodike do të thosha. Mirë, flas në mënyrë. Por neve jemi mësuar se po është me këtë politikën me kur ishte prezent zoti Begaj, ku ishim të ftuar kryetari dhe unë më herët, pastaj sigurisht ajo nuk ishte takim, ishte vetëm. Po ishte përshëndetje. Po, kolegiale. Unë uroj domethënë që takimet të kësaj natyre jo të fshehta, nuk e di se si mund t'i quam, me rëndësi është domethënë që nga ato takime se çfarë produkti kemi, le të jenë edhe takime jo gjithmonë të njojtura për publikun, por të jenë produktive, të jenë në shërbim të publikut, në shërbim qytetarëve. Kjo nuk ka asgjë të keqe. E kundërta e kësaj, largimi dhe distancimi nga njëri tjetrit, duke thelluar hendekun dhe jo duke ndërtuar ura bashkëpunimi, neve nuk na ndihmon. Nuk mund të ruam edhe pak ato të arritura, jo më të ndërtojmë politika tjera më avancuese për të arritur atë çfarë ne realisht na meriton. E që është një barazi. Pozita dhe opozita shqiptare duhet të jenë unifikuara në qendrimet. Padyshim, do të ishte, është kërkesë e kohës, është shumë e dinjitetshme. Ajo çfarë mua shpeshherë më irriton, jo vetëm mua, mendoj çdo lloj qytetari, është kur liderët, përfaqësuesët tanë politik, japin deklarata të nivelit të ullit gati tallëse për inteligjencën mesatare të qytetarëve. Nuk janë më budallënj shqiptarët. Kemi 3 universitete dhe disa tjerë në rajon. Jemi një popull që kemi një gjenerat të shkolluar dhe unë mendoj që kanë përgjegjësi absolutisht për të qenë shumë të kujdesshëm, shumë të matur dhe padyshim bashkëpunues njëri me tjetrin. Këtë kërkon sot qytetari i rëndomt, këtë kërkon sot diaspora jone, e cila ka një kontribut të jashtëzakonshëm. Ato vetëm i gëzon lajmi kur shikojmë unifikim të politikave tona. Mendimi për shkak të minutazhit. Ta mbaroni po them mendimin për shkak të qartë. Okej, ideja është atë çfarë potencova në fillim do të kisha uruar dhe personalisht do të kisha përgëzuar që në këtë rast Aleanca për Shqiptarët luaj domethënë një rol sa më përafrues, të ndërtoj sa më shumë ura, bashkëpunimi dhe të dalim me qëndrime parimore, jo me interesa ditore të zgjedhjeve. Zoti Ramadani, një çështje tjetër është se BDI insiston që krahas zgjedhjeve lokale të mbahen edhe zgjedhje të parakohshme parlamentare. Cili është qëndrimi i partisë suaj në lidhje me këtë çështje? Realisht është një temë për të cilën ne kemi diskutuar, mirë po jo edhe detajlisht të analizuar, pasi që fokusi jonë ishte në zgjedhjet lokale. Kjo mund të jetë një imponim i situatës varësisht prej rrethanave të cilat priten të ndodhen javën apo 2 javët e ardhshme, varësisht prej qasjes qeverisë dhe kërkesës që e kanë partnerët të koalicionit për ta largu përsëri
aleancën prej qeverisë, pasi që mendoj se është një faktor që siguron stabilitet qeveritar, mbi të gjitha edhe me numrin e deputetëve, edhe me qasjen të cilën e ka në qeveri. Në qoftë se vinë rrethana që të kemi edhe zgjedhje parlamentare bashkë me zgjedhjet lokale, sigurisht që çdo subjekt politik e ka për detyrë që të jetë i gatshëm të futet në garë çdo herë kur është nevoja, pasi që në këtë formë vlerësojnë se i mundsohet qytetarit që të ketë një mehanizëm korrektese dhe korrigjues ndaj politikave. Dhe pse jo të bëhet një praktik edhe si në disa vende të Shtetet e Bashkuara ku organizohen zgjedhje të ndryshme dhe çdo vit atje kemi zgjedhje. Në bazë të niveleve të ndryshme politike. Nga ajo që kuptova është se nëse largoheni nga qeveria, atëherë edhe ju do të kërkoni zgjedhjet parakohshme parlamentare. Nuk është çështje kërkese, po thjesht po e parashikoj një situatë e cila mund të impononte. Nëse mbeteni zgjedhje. Nëse deri sot kontestimi nga ana e Frontit Evropian ka qenë se legitimiteti nuk është i plot, nga ana e Vlenit, me largimin e Aleancës për Shqiptarët, që mos gaboj keni 5 deputet, jo do të jetë arsye shtesë, por do të jetë një argument i cili, si thonë, për para të vërtetës hesht edhe Zoti, në kontekst të asaj me minorancë nuk mund të përfaqëson në qeveri vullnetin e shumicës shqiptare. Është detyrimisht, do të thënë, ndoshta, nëse dalim në teoritë e konspiracionit, mund të jetë edhe një marrëveshje e fshet tani nëse i hym kësaj pjese dhe i parapëlqen edhe Mickoskit për të fuqizuar akoma më shumë ndoshta pozitën e tij të nesër me zgjedhjet parakohshme, për faktin se i dim vullnetin e qytetarëve të krahut Maqedonas, prandaj dhe unifikimi i faktorit shqiptar, të paktën rreth një platforme, rreth disa qëndrimeve bazike, është te mase shumë i nevojshëm. Se zhvillimet e ngjarjeve janë të shpejta në botë, jo më në rajonin ton, të cilët reflektohen dhe ndikojnë nga zhvillimet e përgjithshme. Andaj dhe maturia duhet të jetë shumë e madhe. Pajtohem me Blerandin që kanë, si thua, një lloj politike dhe qasje shumë të matur, pa ofendime, pa baltosje për të lënë hapur mundësitë e bashkëpunimit. Kjo është rruga e cila duhet të ndjekin subjektet tona dhe anasjelltas nuk i ndihmon situatës dhe asaj çfarë i referohen të ardhmes së popullit në përgjithësi. Në fakt, Blerand, që nga formimi kësaj qeverie keni qenë cak i akuzave dhe kritikave të shumta nga ana e opozitës shqiptare, që kryesisht e ke parasysh kanë të bëjnë me çështje etnike, si përfaqësimi i drejtë adekuat në institucione, si përdorimi i gjuhës shqipe, kanë kritikuar se pozita e shqiptarëve me futjen e juve në qeveri ka degraduar. A mendoni se realisht keni dështuar në këtë drejtim të përmbushjes së interesave shqiptarëve në Maqedoni të Veriut, apo thjesht e shihni si një pjesë të propagandës që çdo opozitë tenton ta bëjë për të ardhur në pushtet, kuptohet? Është detyra opozitës realisht të kritikoj. Në këto rrethana unë përsëri do të ndërlidhem në bazë të numrave dhe fuqisë politike të cilën ne kemi marrë si koalicion i atëhershëm Vlen. Thonë, realisht janë bërë projekte kapitale dhe është mundsuar një çështje e nevojave të bazike qytetarëve, po edhe ku jetojnë shqiptarët, duke investuar në projekte konkrete në komuna me ndihmë për krahje qeveritare. Ka pasur edhe investime në spitale dhe kështu me radhë, nuk duhet të potencoj sukseset e kësaj qeverie dhe nuk mund të jetë faktor determinues kur ndodh një rotacion politik pas 20 viteve dhe gjykojmë politikat e zhvillimit, suksesit të ekonomisë vetëm për 9 muaj, edhe pse ka realisht janë të potencuara, por unë përsëri do të ndërlidhem në atë se edhe për skaj gjitha këtyre rrethanave ne kemi dalë dhe kemi kritikuar aty ku duhet vetë punën tonë në qeveri. Do thonë, janë dy çështje për cilët ne publikisht e themi se edhe për skaj asaj që dha maksimumin dhe japim maksimumin pjesëmarrjen në qeveri, ne edhe kemi kritikuar aty ku duhet. Pasi që çdo herë, po ishte edhe deklarimi jonë, do thonë aty ku mungon koordinimi edhe në disa çështje tjera, mirë po në përgjithësi ka situata për cilat me të vërtet mund të krenohet edhe
partitë të cilat e formuan këtë koalicion dhe janë pjesë e qeverisë. Mirë po, në këtë rast, ne dallimi jon është në qasjen se si tentojmë ne ta zhvillojmë politikën më tutje. Se zgjedhjet lokale janë shumë esenciale edhe për neve si shqiptar, pasi që aty nis zhvillimi dhe trajtimi i qytetarit shqiptar. Për atë ne nuk bëjmë në këtë rast ndarje për mosmarrveshje brenda qeverisë. Përsëri do të ndërlidhem, edhe kur ishte ndarja në proporcion. Ne kemi dëshmuar për Aleanci Shqiptarët se nuk e kemi vetëm çështje përqindje pjesëmarrjen tonë në qeveri. Ne me 5 deputet, partnerët e koalicionit të shëmblen nga 3 deputet, ne pranuam që ta ndajmë 25%. Ajo çfarë është një çështje e vetë sakrificës për ta mundësu funksionimin e koalicionit vlen në qeveri. Thonë, për atë ju lus të bëni dallimin në veprim, si në qeveri, po edhe tash. Do thonë, për të instalu këtë parim në zgjedhjet lokale dhe për të mundësu një qasje të re në politikbërje, ne jemi të gatshëm tani t'ju ofrojmë mundësi votuesit tonë, po edhe qytetarëve që të zgjedhin me transparencë dhe lirshëm. Duke dashur të ndërlidhe me pyetjen të cilën ta parashtroi Ersani, unë mendoj se për të arritur të cilat nuk mund të identifikosh, mendoj se aspekti i gabimit të Vlenit në atë periudhë, kur hyri në qeveri, e potencova që në fillim, mendoj se ishte edhe një deklarate cila lexoheshte si e ktill nga ana e zotit Aravari, ishte se pa marrëveshje konkrete dështon në politikat përcaktuese. Përse e them këtë? Edhe ashtu e kontestuar pjesëmarrja në aspekt të legjitimitetit, të cilën keni qenë të luftuar nga fronti europian. Mendoj se marrëveshja e parë do të ishte e mira të kishim në mes jush dhe VMRO-s një lloj moratoriumi që të paktën çështjet të cilat lidhen me ecurinë apo me zhvillimin dhe të arriturat e shqiptarëve mos të preken. Këtu ishte ndjeshmëria më e madhe e qytetarëve shqiptarë dhe mendoj prandaj dhe sondazhet ju kanë dalë të këtilla, 70% mos gaboj që janë të pakënaqur me pozitën e Vlenit, sepse të bësh investime kapitale për 9 muaj në infrastrukturë dhe kudo është e vështirë, është domethënë diçka që s'duket se duhet fillimisht janë projekte, janë domethënë në faza një pjesë në komunë dhe po realizohen. Por përrekja e disa çështjeve shumë të ndjeshme, unë mendoj se ishte gabimi më i madh i hyrjes së Vlenit në koalicion pa vendosur të paktën një lloj moratoriumi që mos preken probleme të cilat janë të arritura bazu në atë që ne quam marrëveshje e orit, por që kanë dhënë jetën për atë lloj marrëveshjes njerëzit tanë dhe që duhet të kemi në konsiderat. Ndërhyrja e kësaj qeverie në disa nga pikat e marrëveshjes së orit, mendoj se ka qenë gabimi më i madh nga ana e Vlenit që kanë toleruar. Andaj dhe kemi këtë lloj pakënaqësie për mendimin tim. Vetëm në këtë, nëse mund vetëm pjesërisht ta korrigjoj deklarimin tuaj, do thonë, ne e bëm publike pjesëmarrjen në qeveri, e cila përqendrohej në 3 postulate: eurointegrime, zhvillimi ekonomik e kështu me radhë. Mirë po çështjen të cilat e preki balancuesin dhe tentoi të prek gjuhën shqipe ishin pjesë të gjykatës kushtetuese që nuk ishte drejt për së drejtje lidhur me pjesën e qeverisë. Dhe kjo nuk ishte një kërkesë paraprake e ngritur nga grupi parlamentar i VMRO-s, e mbështette më herët sidoqoftë, domethënë ishte nisma nga VMRO dhe kishim një lloj pozicionimi neutral gati ose të heshtur nga ana e Vlenit, duke premtuar vazhdimisht edhe ndryshimet kushtetuese dhe balancuesin, edhe mos ndërhyrje në disa pjesë të marrëveshjes së orit e kështu me radhë. Mendoj se kjo ka penalizuar Vlenin, andaj dhe qëndrimi i zotit Aravari juaj nga ana ime lexohet domethënë një lloj pakënaqësie dhe në raport me pritshmëritë që kanë qytetarët shqiptar bazuar në sondazhin që keni. Dhe prandaj them se kjo tërheqje është më shumë e aspektit politik parimor, për mendimin tim që do të më pëlqente, apo është taktike e interesit ditor për zgjedhjet lokale. Kjo është dilema e cila duhet të sqarohet dhe uroj që të bëni zgjedhjen më të mirë të artikulimit të qëndrimeve tuaja në fushatën që do nisni. Unë mendoj në qoftë se e analizoni dhe të rreshni një paralele të veprimit ton politik, që edhe para një viti, edhe më herët,
kur ishmi si Aleancë e Bashkuar, betejë jon ka qenë për parime, që në 2017 atëherë, tash mundësimin e rotacionit politik, po edhe tash paraqitjen e një momentumi të rim politik ku ne kërkojmë transparencë, sondazhe, listat veçanta, duke mundësu edhe të shihet vetë pesha e subjektit, po nga ana tjetër edhe të mundësohet atë që e përmendët më herët që kuadrët e reja të marrin sfida dhe të kyçen politikës. Gjitha këto veprime, unë besoj që qytetarit ja japim një fotografi të qartë se betejë është për kaos, nuk është vetëm për politika ditore, pasi që po të ishte për politika ditore, ne nuk do ta lishim qeverim para një viti, edhe nuk do të vinim në këtë momentum politik për cilën jemi sot, por politika jonë dhe veprimtaria jonë është për kaos dhe sjelljen e një modusi apo një metodologjie të re politikbërje që besoj se është e kohës në të cilën jetojmë. Ju vetë thatë që koha nuk pret, jemi pjesë e një bote që ndryshon, zhvillimet janë të shpejta dhe ne duhet të paraprim atyre edhe me kuadro profesionale, mirë po duke ruajtur edhe qasjen strategjike dhe të interesit të komësisë të cilën ne e përfaqësojmë. Po, nëse s'keni diçka për të shtuar, unë këtu do të kisha përfunduar këtë emision. Ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe shpresoj të shihemi edhe gjatë të ardhmes në momente sigurisht. Zhvillimet me sa duket do të jenë të dinamike. Uroj e shpresoj që atë çfarë tha Blerandi, që kjo lëvizje, kjo lloj trazire në politikën shqiptare të kthehet në një lloj kauze e cila do të përkthehet në mbrojtjen e interesave tona të përgjithshme dhe rrugës drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Faleminderit Ersan, ishte kënaqësi. Besoj që kontributi jonë politik dhe vetë njohja ndërmjet kuadrove të cilat i kanë subjektet politike në përgjithësi, pasi që unë njoh edhe shumë kuadro të mirë dhe shok të mirë edhe brenda koalicionit Vlen, po edhe nga subjekte tjera, do të marrin nga përvoja e politikanëve më hershëm dhe do të aplikojnë një uri dhe profesionalizmin e tyre për të sjellë një qasje ndryshe në kampin politik shqiptar. Falenderit edhe njerë për pjesëmarrjen. Shikues të nderuar, ju falenderit edhe juve për vëmendjen. Natën e mirë.